Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes përzemërsisht dhe uroj që kjo ditë të jetë shumë e mirë për ju. Me shëndet dhe me arritje tuaj ashtu siç ju I mendoni. Gjimnazi ose kuka. Është ba trampolini që pas maturës 2022 Anrida Lopçi, kjo studente ekselente, të vijoj një start të ri të ecurisë së saj në formim të një drejtimi shkencor që natyrisht jo thjesht se në habit, por sepse të gjithë mendonin se Anrida Lopçi, ajo nxënësja që spikaste në aktivitete të shumta, ishte e prirur për artin. Ashtu si që dallua në festivalin teatror për vite, ku gjimnazi, por edhe aktivitetet ishin të shumta, e më pas ajo jo se ndroi kurs, por sepse drejtimi që mori e tërhoqi në një fushë shumë të gjanë. Studente në Salzburg, Austri, në Degën, biologji medicinale. Përkushtim, seriozitet, përgatitje, sfida, arritje, bursë ekselente, të gjitha janë pjesë e këtij rrugtimi që Anrida I përjeton dhe jeton në një paralele të vazhdueshme, ashtu si shpejti, pas një muaji, do të jetë pjesë e parlamentit rinor në Gjenevë të Zvicrës, duke përfaqësuar shtetin e Austrisë. Unë sot e kam ftuar në Mirëmëngjes Shkodër. Mirëmëngjes Anrit, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Merita, faleminderit shumë për ftesën. Për mua është një emocion I dy fish, unë rikthehem prapë në ambientet e radio televizionit. Edhe një herë pas 4 vitesh të flas me ty, diskutoj me ty, po këtë herë në një qasje komplet tjetër. Nga hera punë që kam qenë. E vlerësoj shumë që të kam sot në studio, sepse me sa kam marrë vesh qëndrimi yt në Shkodër është vetëm për pak ditë, edhe sikur të kam hyrë në pak në hak, në qëndrim. Ashtu haku më I bukur. Po kjo është detyra jame, të ndjek hapat e gjithë atyre që natyrisht na japin frymëzim, na japin pse jo krenari. Anrit tashmë studente, por me një ecurim breslënse. Po unë ende të mbaj mend nga ato aktivitete, por edhe rezultatet tuaja shumë të mira, të shkëlqyera në gjimnazin ose kuka. Unë me të thënë drejtën kam pas fat që kam kanë pjesë e gjimnazit ose kuka. Për mu edhe tash që jam transferuar në një vend tjetër, në një shtet tjetër, për mua I vend man një pjesë shumë të rëndësishme në zemrën time, sepse aty fillova unë hapat e para, aty fillova unë më thoj za njohjen e parë me gjithë strukturat, me gjithë teatrin, me gjithë qasjen oratorike, komplet. Kemi regjia, po? Për mu, gjimnazi ose kuka lu një pjesë shumë të rëndësishme të jetës time. Këtu po shohim monitora është pjesë e maturës, unë maj mend si sot mramin e maturës, kena kanë një fazë shumë stresuese provimesh, dhe unë kam kanë pjesë e prezantimit të mramis e maturës e diplomimit në shkollë. Mund të mendoj pa qenë të dhe unë mbaj mend shumë mes një seri aktivitetesh, normalisht unë dhe bashkë me grupin e teatrit ne kemi spikat gjithmonë fjalën artistike, normalisht mësuesat na mashin pak me hatër, na toleronin në një orësimi. Normalisht na kanë thënë shtys, unë nuk mund të la këto pa përmend dhe pa kujtu. Normalisht mësuesat që tash kanë luajt një rol shumë të rëndësishëm në formimin tim dhe në të degën që unë kam zgjedhur, sepse në vitin e tretë unë kam pas gjithë ne kemi pas mundësi për me zgjedhë dhe për më fut të lanë shkencore, kanë grupet dhe klasat në veti në gjimnaz që ne kena pa pjesën ta. Unë nuk mund të lë këto pa përmend profesoresh Mira Gramshin, profesoresh Alketa Zaima, profesoresh Suela Drinin, profesoresh Bardhen. Për mu janë disa
njerëz, unë i quaj njerëz shpirtit më tepër se profesoresha. Ashtu si drejtoresha ju. Ashtu patjetër, drejtoresht të uten që për mua kanë qenë jo vetëm profesoresha, se është titull shumë për mua është titull shumë serioz. Ato kanë qenë njerëz të mirë dhe kanë qenë njerëzit e mi. Sa gjatë bukur, kur ndjen këtë afër, kaq afër këto vlerësime, natyrisht zemra të mbushet me ato ndjesi humane që shpërndajnë gjithmonë këto lloj marrëdhëniesh. Një mësues ka përmasa shumë të mëdha dhe ka rezultate të tilla. Apo regjia, unë ju ftoj që na jepni disa inserte nga aktivitetet e kësaj periudhe për Anridën, sepse ndoshta shumë spektatorë e njohin edhe nga skena. Patjetër. Ja. Po sa bukur këtu. Sa bukur. Një originalitet, duke ndruar gjysmat e gotës. Po. Kjo ka qenë shfaqja e Gjeta Mas Shimshirit, e Ernest Koliçit. Po. Ky ka qenë viti i fundit ku unë kam marrë pjesë në shfaqjet e festivaleve të gjimnazëve të Shkodrës në teatr. Po. Merita unë kam patur fatin tjetër që unë ta shëtis teatrin në të gjitha dimensionet. Teatri Migjeni, të shëtis në çdo derë të teatrit Migjeni, shkoj lart te garderoba poshtë, shkoj te dhoma provave lart në skenë, unë kam patur fatin e madh dhe unë gjej rastin dhe i falenderoj edhe një mirënjohje shumë të thellë të gjithë trupës së teatrit, duke filluar te aktorët, duke filluar te profesoresh Merita Smaja që ne kemi bërë edhe regjinë e shfaqjeve gjithmonë, kemi patur, do thënë, Gjimnaziu së Kuka ka patur gjithmonë regjinë me të. Ka një trup madhe, do vazhdoj deri te teknika, deri te kudo. Po ja që këto janë kujtime të duket sikur kanë ndodhur dje, por faktikisht pas kësaj mrekullie erdhi një rrugtim tjetër. U hap një derë tjetër për ty. Nuk e di, unë thash që nuk të mendoja se ishte larg skenës, larg teatrit, larg artit në përgjithësi, po ti pas ke fjetur me një dëshirë shumë të madhe për shkencën. Data 13 shtator 2022 pati një rrugtim tjetër. Salzburg, Austri. Ja. Ajo që të dha një drejtim që tashmë quhet edhe drejtimi yt i jetës, apo jo? Si ishte kjo, sepse të studiosh në një ide shkencore, siç është biologjia medicinale, është të futesh në kërkimin shkencor, është të hedhësh hapa mbi ato që ti kishe ndërtuar deri më atë kohë në formimin tënd dhe të vazhdosh rrugtimin. Për mu fillimisht nuk ka qenë lehtë. Si e zgjodhe? Kjo dëshira jame për me vazhdu për shkencat e natyrës ka lind që nga periudha e karantinës. Nuk e di, po mendoja, po rria e zbuloja që unë mund kisha edhe diçka tjetër brenda vetes. Normalisht unë nuk mund ta quaj veten nga ajo studentja gjeni ose nga ajo studentja që e kam të lindur nga natyra. Je shumë modeste, por më vonë. Por e zgjodha ta fusja veten edhe e thash ta provoja si sfidë të vetes. Ta provoj sepse besoja te vetja ime që unë mund t'ja dal edhe mund ta superoj gjithë këtë gjë. Edhe normalisht me gjithë kalvaresh, me gjithë stresesh të provimeve të maturës, të diplomimit, normalisht kalvari tjetër ishte transferimi nga vendi yt në një shtet komplet tjetër, komplet të ri, me gjithë dokumentash e gjëra të tjera. Ndodhi që unë u pranova edhe filloi një rrugtim komplet i ri. Çfarë ndjesish të shoqëronin gjatë këtij procesi? Ndjesish frik të vetes, sepse ishte diçka komplet e re, më dyshje nëse unë do arrija ta superoja gjithë të gjë, por në të njëjtën kohë edhe besim në vete. Kam patur shumë besim në vete, shumë besim në vete, se e dija që unë mund t'ja dilja të bëja këtë gjë. Pavarësisht frikës dhe dëshimit, kisha edhe atë besimin në vete. Rrinin gjithmonë paralelisht me njëra tjetrën. Biologjia medicinale ka një qasje mes proceseve molekulare, qelizore, fiziologjike, në një ndërthurje mes shëndetit dhe sëmundjeve të njerëzit.
një hapësirë shumë e veçantë që lidhet pikërisht me shkencat, gjë që të bërni ta bani ty një rrugtim shumë serioz, apo jo? Shumë serioz. Për mu, unë e maj mend, faktikisht kanë kënë disa deg të ndërthura në me njëra tjetër. Në fillimisht, kër unë kam bë aplikimin për në Universitetin e Salzburgut, ka kënë biologjia thjesht, biologjia medicinale dhe ajo molekularja. Po gjithmonë e kam pa biologjin medicinale si një aspekt shumë të gjërë. Në momentin që unë mund bashe, për shembull në tarë me një kërkim shkencor, e lidha gjithmonë me këto proceset fiziologjike, me ndërthurjen e tyre në shëndetin human, me prakticitetin që ato leshin në komplet smundjet ose në shëndetin human ose në të gjitha dimensionet. Për mua ka qenë shumë e rëndësishme që të fokusohesha gjithmonë në këto lloj projekte shkencore, sepse për mua ka qenë shumë e rëndësishme gjithmonë praktika se sa teoria. Kjo bjen në më dyshe me gjitha ato që kam bënë me teatrin, unë e veri edhe tesh një shembull komplet i vogël. Më përpara unë kam mësu vjersha, unë kam mësu poezi, komplet përmendsh, kanë tekstet e gjata që unë i kam mësu përmendësh, gati, me lehtësi. Dhe tash e shoh nga që lënda që unë po studioj është shumë praktike dhe kërkon shumë ushtrime, kërkon shumë zbatime në laborator, praktika të përditshme në spital, e shoh që unë nëse mësoj diçka një lëndë teorike, kam shumë të vështirë, sepse jam mësu tash me numra, jam mësu më tepër me prakticitet, ose më tepër me oratori për të po ta shpjegosh, edhe teorinë e kam shumë të vështirë, shumë. Të janë sfidat tuaja, por ja që dimensionet tuaja ti ke zbuluar pikërisht në këto stade ku ka ecur jeta jote. Kam një ndjesi shumë të veçantë kur shoh bluzën tënde. Bluzën tënde, e cila patjetër do të më jepet tash në ekran, edhe së cilës ti i ke dedikuar një reflektim shumë të veçantë, duke përshtatur ngjarje që lidhen me natyrisht me jetën tënde, me njerëzit tuaj, me hapësirat tuaja dhe me dashurinë tënde. Ke shkruar: e shoh të varun, të bardhë, të qetë, sikur më vështron dhe më flet paza. Në palat ndjej aromën e rrugës teme, rrugë që nisi në Shqipni, në vendin që du me shpirt, por që për fat të keq më bani me u largu. Jo pse s'deshna me metë, por sepse ëndrat ndonjëherë lypin ma shumë dritë, ma shumë mundësi me u rrit. Kështu mora rrugën drejt Salzburgut, me mallin në zemër, e me fytyrat e familjes në kujtesë. Në çdo hap i pata me vete, në çdo natë pa gjumë ndjeva zanin e nanës. Atë mos u dorëzo që më shoqëroi si lutje. Buzëqeshja e mamës dhe e babës më rrinë si kujtimi mirë në çdo ditë të vështirë, e dashnia familjes sime më bani me ecë edhe kur rruga dukej e gjatë. Sot, në Universitetin e Salzburgut, vesha mantelin e bardhë. Nuk ishte veç emocion, ishte përmbushje. Ishte momenti ku çdo sakrificë tyne mori kuptim. Ky mantel s'është veç veshje, është kujtim, është dritë, është urë që lidh dy botë, atë që lash pas me mall e këtë që po ndërtoj me dashni. Kur e shoh, më duket sikur më pyet: a je gati me e çu dritën e tyne edhe këtu? Edhe unë buzëqeshi lehtë dhe them po. Se çdo hap që baj, e baj për ta, për vendin prej nga vi, për familjen që më rriti, për dashnin që më bani me besu në vetvete. E ndërsa manteli më vështron në heshtje, si me thanë fjalë të buta, unë tash them që ëndra jote ka marrë frymë, ecë përpara, e mbaj gjithmonë me vete dritën e tyna. Kthehemi në studio, megjithse jam me shumë emocion. Më bane natyrisht të ndjej shumë drithënima, shpirti, zemre, betimi, pse jo dhe krenaria. E ke shkru si një betim në vetvete, por edhe si një mesazh shumë të fortë që ti ke. E maj men, kjo ka kanë
Në fillimet e vitit 2024 ka qenë periudha e janarit që unë kam patur këtë mantelin përballë vetes time dhe me thënë drejtën sa herë që e varja në dollap gjithmonë isha në këtë frikën që do ta çoj tash këtë mision deri në fund ose a do kem ndonjë pengesë, isha nuk më del ndonjë pengesë, kupton, kam qenë gjithmonë me dyshë pavarësisht betimit që unë ja kam bërë vetes që po doja dal pavarësisht çdo vështirësie që mund të. Dhe ti jo vetëm që ja del shumë bukur. Dhe unë dua të ndjek hapat tuaj tashmë. Ti hyra në atë universitet, në Salzburgun e njerëzve të mëdhenj, aty lidhet me emrin e Mozartit, Beethovenit, por që ka historinë e vetë edhe si universitet. U gjende në një pjesë ose në një kënd të auditorit, të si ndjeshe mes studentëve të shumtë. Merita, ne po flasim për një auditor I cili ka një kapacitet studentash 450 veta dhe ti normalisht nga të gjitha skajet e botës, normalisht me një shumicë të madhe që e kam djerë dhe kam edhe shoqëri nga Spanja, nga Italia, Franca, dhe ti, unë mbaj mend veten time ditën e parë të universitetit, unë kam gjetur veten time në një pjesë në cep të auditorit, se isha shumë në mbydyshe dhe e mbaj mend veten time isha shumë e friksuar dhe unë ndjeja shumë e humbur. T'ja mbath apo të qëndroj? Sigur t'ja mbath apo të qëndroj, isha shumë e ndrojtur, ishte më hëngri komplet ai auditori me vendet si ishte shumë I gjerë. Auditori është shumë I gjerë edhe domethënë e ndjeja vetëm shumë të humbur dhe thoja, kjo punë duhet marrë seriozisht, nuk kam lojra tash. Nuk kam lojra, nuk kam ëndra, nuk kam kjo gjë po ndodh tash dhe është tash dhe unë duhet ta nis tani. Kjo është ëndra vet. Shpeshherë studentët që janë të spikatur bëjnë pyetja dhe profesori patjetër që I mban në kujtesë, në vëmendje, edhe pret kur po I bën pyetjen tjetër. E drejtë. Ti je një studente spikatur, këtë do ta tregoj edhe më ecuria jote, si ndodhi me ty? Unë, për mua ka qenë shumë e bukur dhe unë kam gjetë shumë të bukur atë landin e fiziologjisë dhe biologjisë qelizore dhe normalisht ne kemi patur mësuese andej të cilët të themi drejtën po nëse ti nuk e gjen dhe nuk e shikon vullnetin te vetja jote për t'ia drejtuar një pyetje profesorit, mos prit që profesori të vi ty dhe të pyes ty që a jeti ose a mundesh ti të vish në këtë projekt ose a mundesh ti të jesh pjesë e laboratorit tim, sepse po flasim edhe një herë thash për një auditor me 400 veta. Mësuesi nuk mund zgjedhi tash me një grup nga 400 veta që të zgjedhi ty për shembull. Duhet që ti të jesh dhe ta gjesh atë grindën brenda vetes dhe vullnetin brenda vetes që të shkosh dhe ta marrësh atë guximin ta pyesësh profesorin që a kam unë ndonjë përparësi ose a mundem unë që ta bëj një gjë sado të vogël që të jetë. Si ndodhi me ty? Ke një zgjidhje shumë origjinale në këtë aspekt. Po, faktikisht me mua ka ndodhur shumë po themi spontanisht, ne kemi patur një lëndë seminar në shkollën tonë, një lëndë laboratori. Ne kemi punuar me mësues Raimundin, që tani të doja ta përshëndesje, po është shumë larg me thënë drejtën. Është profesor austriak. Ne kemi patur lëndën laboratorit të fiziologjisë me të dhe normalisht ka qenë një ushtrim të cilin ne kishim pjesë e laboratorit dhe normalisht të gjithë po nisën të zgjinin të punonin ushtrimin. Dhe duke qenë se është një ushtrim laboratori, normalisht aty kërkohet precizion dhe saktësi. Normalisht që të duhet që dorat mos dridhe, duhet të jesh me sy te pipeta, duhet që asgjë mos të ndodhi, ndonjë aksident sado I vogël mund ta çojë të gjithë eksperimentin dëm. Edhe normalisht të tjerët e zhvilluan procesin e eksperimentit. Te unë, profesori pa një ndryshim, një zgjidhje komplet tjetër dhe origjinale dhe ai nuk ishte besim fillimisht dhe po e mbaj mend që ma kapi dorën lehtë dhe më tha, ndalo çfarë po bën se është diçka komplet tjetër nga zgjidhja se si duhet të jetë e procesit. Dhe unë e mbaj mend që I kam thënë profesorit, ma beso që edhe kështu do dali diçka. Sepse dua ta theksoj këtë gjë. Studentat me profesorat andjej nuk janë thjesht studentat dhe profesorë, andjej janë kolegë.
Dua ta theksoj shumë këtë gjë sepse shumica e njerëzve mendojnë që kur ti shkon jashtë është shumë e akullt kjo ndjesia dhe raporti i profesorit me studentit. Por është diçka komplet tjetër dhe ti duhet të jesh koleg me profesorin. Në momentin që ti je koleg me profesorin, çdo punë në laborator, çdo barrierë, edhe çdo notë që ti kërkon që ta përmirësosh, bëhet shumë më e lehtë dhe bëhet shumë më efikase edhe po ta ndrosh. Dhe për të kthyer te procesi, në rastin tim, unë zgjidha metodën me atë që unë mendoja, me atë zgjidhjen e problemit që unë mendoja, edhe e mendova edhe si sfidë me veten. Thash me veten time, po e bëj këtë sepse mund të jetë ndoshta që pikas ose që mund të ngelet në mendje edhe profesorit. Ti kishe besim në zgjidhjen. Unë kisha besim në zgjidhjen time. Po, unë kisha besim në zgjidhjen time sepse më kujtoi edhe një eksperiment që unë e kam zgjidhur këtu në Shkodër, për pa lënë pa përmendur edhe profesorin tim të kursit të biologjisë, mësues Paç Sheldia, që unë e përshëndes shumë edhe më ka marrë malli shumë. Gjithashtu edhe profesoresh Beli Trashani, që unë kam një respekt dhe mirënjohje të pafund për të dy ata. Mësues të nderuar, mësues të viteve, mësues që metodat klasike nuk i kanë braktisur asnjëherë dhe që kanë qenë pikërisht një themel i fortë për të gjithë nxënësit që ata kanë kaluar në vitet në duart e tyre. Absolutisht. Dhe metodat klasike. Mësues Raimundi e pa edhe më tha që okej, gabohem, nuk qenë ka vetëm zgjidhja se si ne kemi trajtuar këtu në Universitetin e Austrisë, dhe më bëri pyetje nga je, dhe unë i thash nga Shqipëria, dhe ai ngeli i shtangur, dhe unë e kam marrë vesh pastaj në një ndër mësuesat e tjerë që unë bëj shumë projekte, shumë takime në forume e gjëra, të cilin atë mësues e kam vetëm ngushtë me thënë drejtën. Dhe profesor Raimundi kishte thënë profesorit tjetër që si ka mundësi një vajzë nga Shqipëria të dalë me një metodë kaq origjinale, sepse ne përdorim më tepër metodat e digitalizuara për efekt prakticiteti, për efekt shkurtimi kohe, normalisht, dhe aty kishte ngelur në mend se si ka mundësi që një vajzë nga Shqipëria, që ne nuk na ka rastisur ndonjëherë, kishte thënë atij, të dalë me një metodë aq eksperimentale, po edhe klasike në të njëjtën kohë, por edhe origjinale në krahun tjetër. Dhe normalisht pastaj këtu ishte ajo hyrja ime në për një pikë kyçe. Një pikë kyçe. Ashtu më dashur edhe unë. Të dha frymëzim pikërisht ky vlerësim, sepse njeriu patjetër që e don mbështetjen. Edhe ti e ke gjetur nëpërmjet vlerave tuaja. Absolutisht, një lloj frymëzimi, por edhe një lloj krenarie, mund ta quaj kështu. Të dha besim. Besim në vete dhe atë egon për unë që unë të vazhdoja përpara dhe mos ta ndalja me kaq. Domethënë, unë isha futur gjatë në atë rrugën për të kërkuar më shumë nga vetja, për ta parë veten time edhe në për laboratore dhe në për hapësira më të gjëra, dhe në laboratore më të mëdha, dhe në spitale më të mëdha. Ndodhin në të vërtetë. Ta ndjekim. Më pas ti u bëre pjesë e Këshillit Rinor të studentëve në projektet shkencore. Si arrite pikërisht në këtë përzgjedhje? Normalisht mësuesi tjetër që mori vesh fjalët e mësues Raimundit, normalisht ai folëm me të në një diskutim sa më të gjerë, ai më ofroi që unë të shkoj në laboratorin e tij, bësha pjesë e laboratorit e tij. Normalisht unë u hasa aty me student nga India, nga Spanja, nga Pakistani, të cilët spikasin shumë në shkencë, të them të drejtën, dhe unë isha shqiptarja e vetme në një grup prej 20 studentash. 20 studentash që ka laboratori mësues Günterit, unë spikata si një studentja vetme shqiptare me një metodë pak më origjinale se sa metodat e tjera. Vazhdoje ti? Unë vazhdoja me metodat e mia, origjinalitetin. I cili ka zënë fill që në Shkodër në përgatitjen tënde. Që në Shkodër në përgatitjen time. Po, unë kam ta thash edhe një herë, unë kam patur gjithmonë atë vullnetin dhe atë grindën, gjithmonë të kërkoj të vetja, po sikur të ketë ndonjë metodë tjetër, po sikur të jetë ndonjë gjë tjetër, jo kaq praktike, sepse faktikisht metodat që rruga e shkurtër gjithmonë të nxjerr pak gjatë, me të drejtën. Kurse rruga hap pas hapi shtron më shumë themel, po. Po e përmend edhe një shembull tjetër në pjesën e laboratorit që unë jam tashmë pjesë e mësues Günterit. Gjithmonë ne kemi patur debate me mësuesin, diskutime të gjëra, ditë natë, ne diskutonim edhe nëpërmjet telefonit, sepse
nuk përkonin metodat që kishte bërë mësuesi deri tani ushtrimet, nuk përkonin me atë metodën time. Dhe unë që mund që t'ja mbushja mendin profesorit që po shiko se është kjo metoda që them unë, që është pak më sakt në interpretim dhe në gjithçka. Pra ishte ajo lehtësia që ti mund të shprehësh me mësuesin edhe pa patur ndonjë atë barrierën që një sekond se ky është mësues dhe unë duhet t'ja lë e çik përmbar sepse edhe për shkak të autoritetit edhe për shkak të eksperiencës që mësuesi ka, se po flasim për një mësues që mund të jetë rreth moshës 55. Të duket i vjetër. Çik. Por jo as shumë, por që gjithsesi më vjen mirë që unë kam ndjer këtë eksperiencën e raporti koleg me mësuesin se sa më tepër profesor edhe student. Jam shumë krenare që e kam. Çfarë të dha pjesëmarrje në këshillin studentor për projektet shkencore? Normalisht një eksperiencë, një qasje komplet tjetër nga studentat në mbar botën, po flasim jo vetëm studentave europian, por edhe studentëve nga botët e treta. Ne kemi patur studentë nga Australia, kemi patur studenta nga India, kemi patur studenta nga Pakistani. Normalisht ato kishin qasje të ndryshme edhe vetë metodat e tyre ishin shumë të ndryshme edhe të gjëra, edhe normalisht binim pak në kontradikt me njëri tjetrin se si mund të ishte metoda më e mirë, se si mund ta zgjidhim në një mënyrë më efikase, por normalisht eksperienca në Këshillin Rinor të fuqizon me thënë drejtën, sepse ti një kultura të ndryshme, mentalitete të ndryshme, pavarësisht asaj laboratorit dhe asaj studimit. Besoj se studion shumë. Shumë. Sa është dita për ty në studim? 25 orë? Jo, sepse unë edhe punoj në të njëjtën kohë. Dita 9 orë, 10 orë, po të ulesh dhe të studiosh, jo të merresh. Kjo është aktoria e teatrit që realizon të role shumë të bukura edhe që tashmë është një studiuese, një shkencëtare. Ke fituar një bursë ekselente. Bursë të ekselencës për të ndjekur nivelin master në Vjenë. Mund më thuash pak sa për këtë, sepse natyrisht ishte një vlerësim, një start tjetër. Ky ishte një projekt të cilin mësues Günteri, mësuesi i këshilluesi laboratorit, që unë isha pjesë e laboratorit të tij, mësuesi përgjegjës, erdhi me një projekt nëpërmjet Spitalit të Salzburgut dhe Universitetit të Vjenës. Normalisht ishte një projekt i cili i bënte shumë zë në atë periudhë, normalisht të gjithë universitetet do konkuronin me njëri tjetrin. Ky projekt filloi fillimisht në shkollën tonë, erdhi si një gjë shumë e në universitet. Erdhi si një gjë shumë e thjeshtë, po e bënim këtë eksperiment, normalisht unë isha pjesë e laboratorit. Dhe ndodhi që universiteti jon fitoi. Ne kemi qenë në konkurrim me Universitetin e Grazit, në Universitetin e Linzit, në Universitetin e Vjenës, dhe ndodhi që shkolla jon fitoi. Me një përqindje shumë të vogël, ndodhi që shkolla jon, pra universiteti jon fitoi. Normalisht që këtë trajtim që ne kemi bërë në Universitetin e Salzburgut duhet që ne ta çonim në Spitalin Shtetëror të Salzburgut. Pra aty metodat ishin pak më të avancuara, çdo gjë ishte më precize. Faktikisht e mbaj mend edhe veten time që kam qenë një çik me frikë, se aty nuk duhet të gabosh për asgjë, përgjegjësia është më e madhe. E mbaj mend pastaj që ne këtë projektin pas Spitalit të Salzburgut, pasi ne kemi finalizuar gjysmën e tij, e kemi çuar në Vjenë. Dhe në Vjenë ne jemi ndaluar te Universiteti Teknik i Vjenës dhe kemi bërë ato eksperimentet, gjysmën tjetër të eksperimentit. Dhe e mbaj mend që aty ka ndejt ca mësues, mos gaboj, të Universitetit të Vjenës dhe rektori Universitetit të Vjenës. Dhe ato po shikonin drejt nga unë nuk i shifja, se unë isha shumë e përqendruar, por e ndjeja që syt ishin te unë dhe unë e kam këtë të zhvilluar këtë shisën e të shikuarit. Në momentin që unë isha në precizion për të bërë pipetimin, isha komplet ato ishin të mbërthyer kështu pas vetes së tyre, dhe fjalët që ato më kanë thënë pasi unë mbarova një pjesë të eksperimentit, kur ishim në pushim, ka qenë: "Si e ke emrin?" Dhe unë i them: "Anita, nga Vjenë", i them: "Nga Shqipëria." Orime, sepse nuk kemi parë asnjë student deri tash që të jetë me një precizion
kaq të sakt edhe me një grind kaq të madhe për të përqendruar ta bësh qoftë edhe pipetimin, qoftë edhe gjën më bazike që ta bësh. Urime dhe ne kemi ngel pa fjalë dhe normalisht un tash duhesha që mos ta merrja veten që të shpërtheja, duhet ta ruaja për gjysmën tjetër të eksperimentit dhe mos të shpërtheja nga lumturia sepse do më e dija që do më penalizonte, po unë mblodha të gjitha forcat dhe ndjenja serioze dhe I thash faleminderit shumë. Pastaj pasi mbarova eksperimentin, pastaj ndodhi edhe komunikimi tjetër që ato profesorat po diskutonin mes vetes së tyre dhe normalisht që I adresuan te rektori I Universitetit të Vjenës dhe normalisht ne përfunduam eksperimentin, çdo gjë shkoi mirë atë ditë, asnjë gjë më tepër nuk ndodhi. Thjesht pas 2-3 ditësh marr vesh nga mësuesi im përgjegjës në Universitetin e Salzburgut, marr vesh që rektori I Universitetit të Vjenës më kishte kërkuar mua në zyrë dhe mua më duhet të shkoja të merrja diçka. Unë normalisht më kape ajo frika, ajo paniku I vetes time tash ç'a bëra unë gabim. Kjo ishte pyetja ime e parë. Ç'a do kim bërë ndonjë gjë gabim, mos ndoshta ka shkuar eksperimenti keq, sepse ne duhet t'i lënim të gjitha ato epruvetat që të rinin në inkubim. Që të rinin në inkubim dhe të prisim rezultatin pas një jave. Pra ne pas një jave duhet shkonim prapë në Vjenë. Ose jo, na kanë sjellë ato të Vjenës faktikisht rezultatin në Salzburg, po kjo ishte. Dhe mësuesi përgjegjësi imi më në telefon dhe më tha duhet shkosh në Vjenë sepse rektori ka diçka për të thënë. Dhe normalisht unë nisem në Vjenë me gjithë atë frikën dhe stepin të shise. Të trasi rektorin zyrë është një përgjegjësi e madhe se as më tepër një eksperiment që sepse unë thash me vete mund të kem bërë ndonjë gjë gabim. Shkoj unë hy në zyrë, rektori më pret me një atmosferë shumë miqësore që mos të dëgjohet mos të ndjehet ajo përgjegjësia e autoriteti siç e kanë këto rektorët në përgjegjësi. Më pret, më ul aty, më ofron kafe, më ofron ujë dhe më thotë që unë të kam ndjekur me vëmendje thot në eksperimentin që ke bërë, unë që kisha ngel. Po, çfarë ka I thonë? Ka ndodhur ndonjë gjë? Jo, nuk ka ndodhur asnjë gjë, por ne jemi njohur me rezultatet tuaja deri tash. E dim që te ke një mesatar 1.3 që po ta përkthej në shqip mesatar 1.3 është 9.8 të gjithë 3 viteve. Ne jemi njohur me mesatarën tënde, ne jemi njohur me lëndët me rezultatet tuaja. E kemi njohur me eksperiencën tënde në laborator që ke patur, jemi njohur edhe me faktin që ti në Shqipëri nuk ke patur as shumë eksperiencë në laborator, pavarësisht kësaj, kjo nuk e mohon faktin që ti fiton sot një bursë ekselencë që unë ta jap vetë me firmën time dhe të bësh pjesë pse jo e laboratorit të Universitetit të Vjenës në të ardhmen. Pra ti e ke një rrugë gjatë të shtruar. Dhe unë kisha ngel kështu, nuk dija si të reagoja, thjesht kisha ngrirë totalisht dhe normalisht pastaj I thash faleminderit dhe kupton, po kisha ngel. Me njëherë një telefonat me shtëpinë. Me shtëpinë. Absolutisht. Absolutisht. E mbaj mend. Mami im thash po e mendoj me veten time, po e lë maman time të shkoj në shtëpi fillimisht, sepse nëse unë do ta kisha thënë nga dita e punës, sepse nëse do ja kisha thënë në makinë, nëse mami im do kishte qenë në makinë, kush e di se çfarë do ndodhte nga gëzimi. E pash mami im shkoi në shtëpi, normalisht ja dash lajmin edhe mami me, do thënë, kemi disa foto familjare, regjia. Anrida është vajzë vetme. Është vajza e mamit dhe babit, a? Por është shumë fishuar ja këtu në një mosh. Sa kohë ka kjo foto? Afërsisht 9-10 vjeçe mund të kemi qenë këtu. 9 ose 10 vjeçe. Kemi dhe foto të tjera. Dhe natyrisht gjithmonë me entuziazmin, me ecurin e një vajze të dashur me mamin këtu. Po. Mami është mësuese gjuhës dhe letërsisë shqipe. Ndërkohë kemi foto të tjera të bukura, regjia pak më shpejt, po, me babin, gjithmonë në një raport shumë të dashur, shumë të afërt, shumë mbështetës, ashtu siç janë prindrit për vajzën. Kemi foto të tjera për familjen, natyrisht është një dashuri shumë e madhe. Absolutisht. Edhe veta I dedikimit. Kemi edhe një foto kur Anrida shkret e vogël. Ai siç duket është ajo ëmbëlsira e shtëpisë, apo jo, është një video krejt që pasqyron ecurin
e një voglie që atëherë, nëse e gjejnë. Edhe, do më thënë, kjo ishte një gëzim shumë i madh për familjen tënde. Patjetër që po. Unë gjithë fëmijët thonë jam e fat që unë kam këto prind, jam e fat që ja, këto është Anrida e vogël. Sa vjeçe je këtu? Unë këtu kam qenë 4 vjeçe. 4 vjeçe. Dhe mbaje koncerte në shtëpi apo jo? Absolutisht. Unë jam në një skenë, më duket. Jo, këtu jam te shtëpia kushëririt tim. Po normalisht po performoja, ka qenë ditëlinja kushëririt tim. Ai mbushte 3. Kjo ishte shkencëtarja. Kjo ishte shkencëtarja që në atë moshë nuk e kishte lidhjen dhe nuk e mendonte fare shkencën kur dritet. Pra një gëzim shumë i madh në familjen. Shumë i madh. Unë mund të them çdo fëmijë është me fat për prindërit që ka, por unë mund të them që unë jam 2 fish me fat për familjen time, jo vetëm për mamin edhe babin, por për gjithë familjarët e mi. Unë e mbaj mend veten time shumë të vogël. Unë jam rritur më tepër me gjyshat, dhe të rritesh me gjyshat është një kënaqësi me vete. Unë mbaj mend gjyshen time që më mësonte orën manuale, më mësonte sa është ora, më kanë ushqyer shumë atë dashurinë për arsimin, për dijen, për artin, për kulturën. E mbaj mend gjyshi im ka qenë oficer rrugor, dhe gjithmonë më bënte xhiro pas ditën rreth qark Shkodrës, që unë ta njihja më tepër Shkodrën, të njihja lagjit e Shkodrës. Ka qenë një ushqim dashurie për jetën që në vogli, dhe unë jam mirënjohëse pafund të gjithëve familjarëve të mi, duke filluar nga gjyshja ime, daja im që ka qenë një mbështetje shumë e madhe për jetesën time në Austri, për qëndrimin tim në Austri, se ajo ka qenë shtysa ime primare që unë të shkoja në Austri, pavarësisht mamit dhe babit normalisht. Bravo. Por që është një dashuri pa kushte që unë jam shumë krenare. Ke përsëri rrugtime të bukura. Po. Ti jesh pjesë e Spitalit Shtetëror të Salzburgut, në laborator, në kërkimet avancuara në mikrobiologji dhe në fusha shkencore. Çfarë do të thotë? Përgjegjësi shumë e madhe, fat shumë i madh. Jo, ti punon, sepse the pak më herët që punoj. Po unë punoj. Po ja punon në profesionin tënd. Absolutisht. Fat shumë i madh, përgjegjësi shumë e madhe, jo çdo kush mund ta them edhe këtë, jo çdo kush e ka këtë fat, sepse të futesh në rrugët e një spitali shtetëror është do një çik grind dhe do shumë punë, me thënë drejtën. Normalisht unë kam patur fat që të ruaj këtë raportin koleg me profesorët e mi, dhe profesorët e mi kanë qenë ato të cilët kanë komunikuar me drejtorët e Spitalit të Salzburgut dhe kanë thënë që po, ne kemi një studente që ne mendojmë që është e aftë dhe nga momenti në moment ne duam që ne ta sjellim aty te spitali juaj. Jeni dakord? Dhe ato kanë qenë shumë mikpritës. Dhe kur unë e kam dëgjuar për herë të parë lajmin që unë do isha pjesë e Spitalit të Salzburgut, thamë vete, wow, edhe këtu arrita, do të thonë edhe këtë e bëra, thash me veten time. Normalisht ti ishe në fakt 450 asaj e atij auditorit që e numëroje veten shumë të vogël me gjithë. E drejt, shumë e drejt. Që në fillim pata atë ndrojtjen rria në cep të auditorit, kisha atë ndrojtjen se si do rria, si do ashtu, por që po, tash erdhi dhe edhe puna në spital, një eksperiencë fantastike. Një nuk ka lidhje fare me auditorin, nuk ka lidhje fare me universitetin, është një eksperiencë shumë fantastike. Çfarë problematikash ndeshen para teja? Me thënë të drejtën, problematika e vetme që unë mund të sjell është veten se ndihmon në zgjidhjen e mjaft problemeve që kanë njerëzit. Absolutisht. Ajo që mund të tregojnë si një dizavantazh të vetës sime në punën në spital është vetëm presioni i kohës. Presioni i kohës që unë të zgjidh çdo gjë në kohë, sepse kjo i duhet këtij pacienti sot, sepse kjo i duhet këtij pacienti sot pas ditës, dhe unë nuk jam mësuar asnjëherë të punoj në presion kohe. Asnjëherë, e kam shumë të vështirë që të punoj në presion kohe, por halli dhe ajo gjëja që ti duhet ta bësh këtë gjë me detyrim. Po, të mëson edhe duhet ta bësh me patjetër. Avantazhe ka plot, ne zgjidhim shumë metoda të avancuara në spital, normalisht nëpërmjet pajisjeve shumë të digjitalizuara dhe të kohës së fundit. Normalisht ne kemi bërë dhe shëruar shumë pacienta nëpërmjet analizave laboratorike, që lidhet me fusha të ndryshme, natyrisht më shumë në fushat e gjenetikës së avancuar, me probleme autosomale, me procese fiziologjike të ndodhura në trupin e njeriut, siç për shembull siç është tretja, siç është funksionimi i veshkave, siç është problemet e
fuqisë që janë një rast shumë i thellë dhe shumë i shpesh në universitet, në komplet Austrinë dhe jo vetëm në Salzburg. Dhe po, këto lloj problemesh duan çik eksperimente dhe duan çik punë më të avancuara dhe shpesh. Si ndihesh kur pas analizave të shumta nxjerr një analizë të mirë? Është krenaria dhe është çlirim, me thënë drejtën. Do të thënë që shëndeti është përmirësu. Shëndeti është përmirësu dhe është primar, është një krenari që nuk ta tregoj Bles. Ka qenë një moment të cilin ne në spitalin e Salzburgut na kanë sjell një pacient i cili ishte në gradën e fundit. Ka qenë në gradat e fundit dhe ato po shpresonin shumë të një analizë sa më e shpejt që të ndodhë diçka. Mbaj mend ai ka patur probleme me mëlçin, mos qofsha gabim. Ato po shpresonin një analizë shumë të shpejtë nga ne, një shpresë e fundit. Ato po kërkonin një shpresë të fundit nga ne dhe ne normalisht ishte ky presioni i kohës që unë thash në fillim, është ky presioni i kohës dhe presioni që ti të zgjedhësh diçka mirë dhe ti ta bësh që shërohet ai pacient, sepse i gjithë jeta e atij pacientit është në dorën tënde në fundit. Edhe normalisht pas gjithë atyre analizave të shumta, pas gjithë përpjekjeve dhe qasjeve se si do t'i kombinonim ilaçet ose se si do fusnim ato elemente të shiringa që ne ta qetësonim edhe t'i jepnim një shpresë më tepër për jetën, doli dhe ne dolim në atë rezultat dhe ne mbaj mend që kemi bërë të gjithë një përshpërim në fund, sepse mbaroi edhe normalisht që tash pacienti gëzon një shëndet të plot, ai vjen na viziton, është një disi e papërshkruar. Ke frymëzime pafund nga këto raste. Kam frymëzime pafund. Normalisht që mosha më e prekur në sëmundjet andaj është mosha e 3 dhe të punosh dhe të dëgjosh këto histori të frymëzimit edhe ato personat e 3 që vinë dhe na vizitojnë ne, për ne është një çlirim i jashtëzakonshëm edhe dashuria e moshës së 3 në Austri është për të vlerësuar, sepse realisht ato i vlerësojnë shumë të rinj që punojnë, të rinj të zellshëm që punojnë edhe të rinj që kanë aspirat për jetën. Edhe kjo më ka motivuar më shumë që unë të rri edhe më gjatë aty edhe të rri në spitalin e Salzburgut. Po si ecë niveli master në Vjenë, sepse tu ofrua bursa dhe ti përsëri po punon atje, po punon për këtë nivel. Unë po punoj për këtë nivel. Normalisht që të marrësh një master në Vjenë është një përgjegjësi me vete dhe do shumë punë, me thënë drejtën. Pavarësisht unë kam marrë një bursë ekselencë, kjo nuk duhet të më bëj mua që të harroj atë faktin që tash unë jam me bursë, i kam gjërat e shtruara dhe tash po presin se të vi. Jo, kjo nuk ndodh, nuk është kjo. Dhe pavarësisht se ti ke një bursë, ti duhet ta mbash fort atë bursë, duhet ta mbarosh të paktën edhe bachelorin me rezultate të mira dhe duhet të japësh shumë forcë dhe punë vetes që ti besosh. Edhe një herë rektorit të Universitetit të Vinës që unë prap dita mbaj këtë bursë dhe normalisht për gjëra dhe më të mëdha në vazhdim. Sa paralele zhvillohen drejt për së drejti në të njëjtën kohë, në një vajzë që vërtet të frymëzon me hapat e saj, me grindën, me qasjen, me përgjegjësinë që merr, me të gjitha ata luhatjet që janë njerëzore, por që në fundit japin rezultate dhe krijojnë stade të reja. E çuditshme, nuk është, sepse të gjitha këto janë tuajat, por gjithsesi janë shumë sfiduese. Tashmë ti je pjesë e Parlamentit Rinor në Gjenevë të Zvicrës, që në maj mblidhet bëhet si arrite dhe përfaqëson shtetin Austrisë. Po, unë duhet të sjell prapa edhe një herë në mendje. Do të kishe dashur ta përfaqësoje Shqipërinë? Pse jo? Por me thënë drejtën është një lloj krenarie dhe një lloj përgjegjësie akoma dhe më e bukur që përfaqësosh një shtet tjetër, është një sfidë me vete. Ti të vish nga një shtet dhe të përfaqësosh një shtet tjetër është një sfidë që ti ke me vete. Je vlerësuar ende më shumë. Projekti për të shkuar në Parlamentin Rinor të Gjenevës ka lindur si një dëshirë e mësuesit tim përgjegjës të laboratorit për të më aktivizuar mua në projekte më të gjëra. Unë gjithmonë kam patur qef që dëshira ime para se unë të zgjidhja degën e biologjisë medicinale ka qenë që unë të bësha diplomate. E kam patur gjithmonë qef edhe synim, por që u mora tash
prapë një rrjet komplet tjetër. Dhe mësues Günteri gjithmonë e kishte si synim dhe si një bindje që unë mund t'ja dilja dhe ta kisha këtë aftësinë oratorike dhe më vuri në një sfidë me vete, një sfidë që më thënë të drejtën do shumë përgjithësi, të jesh pjesë e parlamentit rinor. Anglisht apo gjermanisht? Unë flas anglisht atje sepse normalisht bëhet fjalë për shtete shumë për shtete të ndryshme që marrin pjesë. Në Salzburg? Jo, në Salzburg gjermanisht. Gjermanisht. Aty duhet të flasësh gjermanisht, të gjitha lëndet janë gjermanisht dhe normalisht gjermanisht është bërë pjesë e ditës sime tash. Unë e vëre që ta shtoj këtë gjithmonë kur kthehem në Shkodër dhe shkoj diku për bler diçka. E para gjuhë që më del e para është gjermanishtja se sa shqipja, pra është bërë pjesë e imja dhe them me vete, okay, jam bërë gjermane çik. Por që për të kthyer edhe një herë pjesë e parlamentit, mësuesi ma propozoi mua si ide dhe tha si mendonta për këtë nismë, i thash okay, dhe unë kam qenë gjithmonë pro e sfidave dhe nismave të reja, sepse kam dashur gjithmonë ta sfidoj veten. Një vajzë guximtare. Kështu mund ta quaj veten, më thënë drejtën. Kam dashur gjithmonë sfidat. Kam thënë më mirë ta provoj se sa të më mbes pishman. E kam gjithmonë jam nisur me këtë moto. Edhe normalisht që ishin qytete të shumta, ne po flasim për të Austrisë, ishin Salzburgu, ishte Vjena, Linci, Graci, të cilët morën pjesë të gjithë në Vjenë për të diskutuar për klimën dhe për diversitetin dhe për ekosistemin e planetit tonë. Normalisht kjo ishte tema që ne do trajtonim në Parlamentin Rinor. Përfaqësuesit e Parlamentit Rinor në Gjenev erdhën në Vjenë dhe kemi kaluar orë të gjata diskutimi. Ne kemi filluar në 11 të paraditës dhe kemi përfunduar në 7 të pasdites, orë të gjata pritjeje, orë të gjata diskutimi për të parë se cilët persona ato do zgjidhin, ato të Parlamentit Rinor do zgjidhin që ne të jemi pjesë të përfaqësonin në Austrinë. E mbaj mend ka qenë një takim traditor, sepse ato normalisht çfarë punë seleksionuese. Absolutisht, po ka qenë një punë shumë e vështirë dhe shumë e përgjithësi dhe shumë seleksionuese. Për të dhënë rezultate, natyrisht, jo për të mbushur sallën. Të them që ne kemi kaluar 3 ditë dhe ato kanë qenë shumë selektues në veten e tyre. Ne kemi qenë përballja fundit e qyteteve të Austrisë ka qenë Salzburgu me Vjenën. Dhe për të dytin vit radhësi ne kishim informacione që Vjena do dilte prap fitimtare, sepse për dytin vit radhësi ajo po dilte, po vazhdonte të dilte fitimtare në këtë lloj projekti. Dhe ne me thënë drejtën na kishte rënë ajo shpresa që okay, ndoshta edhe po sfituar ne do fitoj Vjena sepse okay, ka fituar çti vite radhësi. Por që nuk ndodhi kështu. Vjena u mund nga ne, ato përfaqësuesit e Gjenevës pan atë oratorin ton, pan atë forcën e argumentit dhe të menduarit kritik. Mendimi kritik në Parlamentin Rinor ka të bëjë shumë edhe aq më tepër në mendimin kritik vlerësohet edhe debati, se sa i aftë je ti të debatosh normalisht me argumente për të rrëzuar një hipotezë, sado e vërtet të jetë ajo për ta rrëzuar atë poshtë. Edhe normalisht që ne ngelëm shtangëm, dhe më thënë Salzburgu të mund Vjenën për ne ishte një satisfakcion i jashtëzakonshëm dhe normalisht ishte edhe një selektim tjetër sepse ne ishim 20 veta nga Salzburgu dhe u donte të bëhet një selektim prej 5 personash që të dërgohen në Parlamentin Rinor. Aty pastaj ishte punë atë ditë nga ana imja, e besoja veten time, thash që doja dal, por edhe po nuk ja dole, rëndësi ka një eksperiencë që unë fitova një eksperiencë me ta, lidhjet mbeten, gjithsesi. E mbaj mend prap diskutime të gjata, orë të gjata për temën se si do trajtohete dhe normalisht e dëgjoj emrin tim që unë do isha pjesë e përfaqësimit të Parlamentit Rinor dhe të përfaqësosh Austrinë, komplet Austrinë, dhe mos përfaqësosh vetëm atë universitetin tim dhe qytetin e Salzburgut. Është përgjegjësi e madhe. Po përfaqësosh komplet Austrinë, domethënë as në ëndra ndonjëherë nuk e kisha menduar, pavarësisht se unë e kisha bindjen time dhe besoja te vetja. Sa ëndra turoj që të kapësh dhe të realizosh. Faleminderit shumë. Vetëm me përkushtimin tënd, vetëm me punën, me besimin që ke. Është shumë domethënë se kjo, sepse çdo hap ti e ke hedhur të mbështetur. Ashtu është. E mban mend kur shkele për herë të parë në Salzburg, ishe shoqëruar?
me prindrit apo Kur unë kam shkelur, sepse ne kemi patur fatin që shkonim gjithmonë për pushimet e daja, pushimet e verës ose të dimrit, dhe unë e thoja gjithmonë, Salzburgu më duket shumë qytet i ngatruar. Nuk do e mendoja veten fare që do isha në Salzburg. Nuk e di pse më dukte shumë i zhurmshëm pak si qytet, në atë qytetësinë vet ishte i zhurmshëm si qytet, ishte pak i ngatruar dhe i thoja mamit, e mbaj mend, i thoja mamit që nuk e mendoj se unë do jem ndonjëherë pjesë në këtë vend. Gjithmonë mendoja Linz, mendoja Graz, ndonjë qytet tjetër, në Salzburg asnjëherë. Dhe ja ku jam tash në mes të Salzburgut. Tash ke ndruar mendje. Kam ndruar mendje dhe kam bërë pjesë tjetër. Është një rrugtim shumë i bukur që vazhdon, përditësohet. Këtu ka emra, njerëz, rrugtima, ndalesa plot kujtime të bukura, por edhe mirënjohje shumë. Është një marrëdhënie Shkodër, Salzburg, Vjen, aktivitete të ndryshme, punë në laborator, përgatitje, ne të ndoshta edhe pa gjumë, por me dëshira të mëdha. Ky është një frymëzim. Ky është një frymëzim që na jep ky rrugtim që vazhdon, përditësohet, dhe kjo është Anrida Lopçi. Besoj se nuk e keni harruar nga rrezatimi që ka shkëlqyer në vitet e shkollimit këtu, por që vazhdon të rrezatoj dhe të na mbush me krenari. Nuk e di se si e mendon veten pas disa kohësh, por jam e bindur që ti je guximshme, je trime e mamit dhe babit. Kur mos thuaj kur, normalisht që në këtë momentin nuk është se e mendoj kthimin pa ngulitur në bazat e mia dhe ato objektiva që unë mendoj pa ngulitur atje, por kthimin e mendoj, pse jo, për të bërë ndonjë gjë ndoshta akoma edhe më sfiduese për veten time, për të realizuar ndoshta nuk e di ndonjë ëndër timen, për të hapur diçka timen, për të nisur diçka timen, për të bërë ndonjë edhe revolucion timin në Shqipëri, jo vetëm në Shkodër, por kudo, sepse unë rri dhe mendoj që këtë kohë të fundit kam menduar një gjë të vogël me veten time, që emri im është i veçantë edhe nuk është se është i hasur shumë në Shqipëri. Çfarë përfaqëson emri yt? Emri im është shumë i veçantë, nuk ka se ka ndonjë kuptim, janë thjesht inicialet e mamit edhe babit tim. Anila. Anila, Astrid R.I. Dhe Daja është thjesht plotësimi i emrit. Plotësim. Nuk është se ka ndonjë kuptim tjetër. Anila dhe Astrid shumë krenare për vajzën e tyre. Besoj që po. Dhe kjo nuk do ndaloj këtu, edhe më krenare do bëj. Unë do të ftoj përsëri. Dhe unë do vi shumë me kënaqësi gjithmonë. Falenderoj shumë Anrida. Të uroj shumë bashkësi. Të uroj këtë dashuri shumë të madhe që ke për ecurinë tënde, për ta dhe detyrimin për ta ngritur gjithmonë më lart, përgjegjësinë, që e vesh me një dashuri zemre, që e vesh me hapa entuziast, ashtu siç është mosha jote e re. Këtë bukuri fizike dhe bukuri shpirtit që më rrezaton në këtë studio në Mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të uroj vetëm suksese. Faleminderit.